Ne, thirrësit e davës selefie, barësit e davetit selefi, kudo që janë ata, ndrohet shqiptare, e kemi obligim disa çështje që ta përkujtojmë veten edhe juve si vëllezër ehli sunne. Në këto kritika, në këto kundërpërgjigje, qëllimi kryesor duhet jetë mbrojtja e të vërtetës, mbrojtja e Kuranit, Sunetit, parimeve të ehli sunnetit. Kjo është thelbësore të ne si thirrës. Pra, me qenë qëllimi i pastër që me mbrojt fenë e Allahut. E dyta, ajo çfarë kërkohet prej neve me pas urtësi në kundërpërgjigje. Pra, mi u kundërpërgjigj me drejtësi. Nëse ata ne bëjnë pa drejtësi, siç ka thënë Sheikhul Islami, ne ruddu bil ilm wala bil jahli, i kundërpërgjigjemi me dituri, jo me ignorancë. Wa naruddu bil adli la bil dhulmi, i kundërpërgjigjem me drejtësi e jo me padrejtësi. Prandaj, nuk i lejohet me bo askujt padrejtësi. Pra, çfarë do gabimi, edhe nëse është kafir, edhe nëse është pabesimtar, edhe nëse është çfarë do fraksioni apo çfarë do dalje prej besimit, njeriu nuk lejohet me bo padrejtësi. Njeriu duhet me qenë i drejtë. La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Allahu ka thënë Kur'an, Allahu ka përmend Kur'an, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam është kthyer në Mekë, ka shkuar në Mekë. La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Mos t'ju shty ju padrejtësitë që t'i kanë bo mushrikët, mos t'ju shtyn kjo padrejtësia që ja u kanë bo juve, që ti mos me qenë i drejtë ndaj tyre. Pra ne kemi obligim me qenë të drejtë. Mos me akuzu diçka që nuk i përket atyre. Dhe me pas el hikme, pas urtësi. Nga se përgjithësia është shumë e madhe. Ti e bardh dawën selefie. Ti e bardh menhexhin selefi, Kur'an dhe Sunna. Librat, ligjëratat tona janë shumë të qarta. Me aqidet tahawiyya, aqidet wasitiyya, kitabu tauhid, manhaj ahli sunna, krejt janë të qarta, sikur diellin pikën e ditës. Prandaj, sikur një petk i bardh, thirrësit janë të qartë. Por nëse në ligjëratat tona mund të ketë një rshitje të vogël, apo një ashpërsi tonën, të gjitha njerëzit na i hodhin poshtë edhe fokusohen vetëm për një gabimit tonë. Prandaj është përgjegjësia jona që me qenë të kujdesshëm me pas urtësi në këto tema. Lutim Allahun me na dhon Allahu sukses në këtë çështje. Dhe çka është shumë e rëndësishme për çdo thirrës, edhe për çdo besimtar që është i përcaktuar me ndjek Kur'anin dhe Sunetin në metodologjinë selefite, që mos më friksu në rrugën e vërtetë. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Mos më friksu qortimi të qortuesve. Pra ne si thirrës, si bartës dawës selefia, e kemi obligim që mos më friksu edhe mos më ndiku nga qortimet të qortuesve.